Do gatuaj sot që të kemi edhe për nesër, ndaj edhe shikoni këtë sasi e ushqimi që përgatita, se punojmë të nesërmen edhe nuk kam kohë ku kthehem nga shkolla, nga puna që të rritë të gatuaj diçka me mishë, se burim po nuk ka mishë në tavolinë, nuk do rritë që të hajë, nuk i pëlqen, i prishin turitë, edhe ndaja vendosa që të përgatitë këtë sasi e patate me mishë që të kemi dhe për ditën e nesërme, të ham sot edhe të ham edhe nesër që të në ngelet. Në kjo se ngelet gjithë, do ngelet se është shumë mishë, si që mund të shikoni edhe shumë patate. Si që mund të shikoni unë nga erzat i hodha krip, piper, rigonë, tamerik, çfarë të rihodha, pak mustardë, edhe hudhër unë nga që nuk rrit të pastroj të fresktat edhe e marrë në tost. Tani do më thoni nuk është shumë e shëndetshme, oke qa dhe bëjmë tani, përpikemi të bëjmë jetën një qik më të lehtë. Pasi i përzjeva të gjitha bashk erzat me patate dhe me mishë, pastaj i hodha dhe pak ujë dhe do t'i vendosë një herë letër kuzhine që t'i mbuloj, pastaj letër alumini, se letër alumini nuk bën që të vinë në kontakt direkt bashk me ushqimin, dhe ndaja vendosim një herë letrën e kuzhinës, edhe do t'i mbulojmë nga mes i zierjes, do t'a hapim prap tepsinë, pas janë zier do me thënë, që të marrin një qik një faqe të kuqe nga lartë, do t'i lëm do me thënë të valojnë të pambuluara dhe gjithash gati.